Gjyshja apo çerdhja, përfitimet dhe rreziqet që duhet të dini. Kur vjen momenti që një prind duhet të rikthehet në punë, një nga vendimet më të vështira është me kë të përqendroj fëmia im. A duhet ta çojmë në çerdhe apo është më mirë ta lëmë me gjyshen? Kjo zgjidhje nuk është vetëm praktike, por prek dhe zhvillimin emocional, social dhe mendor të fëmijës. Në këtë video do të analizojmë përfitimet dhe rreziqet që sjellin të dyja opsionet, për të ndihmuar të merrni një vendim më të informuar për të ardhmen e fëmijës suaj. 1. Gjyshja, ngrohtësi dhe dashuri pa kushte. Një nga përfitimet më të mëdha kur fëmia qëndron me gjyshen është dashuria e pakushtëzuar dhe ndjenja e sigurisë që ajo afron. Fëmia krijon lidhje të forta emocionale, rritet në një ambient të njohur dhe më të qetë. Ka më pak stres ndarje nga prindrit. Gjithashtu, gjyshet janë fleksibël në orare dhe më të gatshëm për të ndihmuar kurdo që të nevojitet. Por, ka dhe disa rreziqe. Gjysherit shpesh ndjekin mënyra tradicionale të edukimit që mund të mos përputhen me këshillat bashkëkohore. Ka raste kur mbingopin fëmijën me ushqim, e llastojnë apo nuk vendosin kufi të qartë. Kjo mund të ndikojë në sjelljen dhe zhvillimin e vetkontrollit të fëmijës. 2. Çerdhja, socializimi dhe zhvillimi i pavarësisë. Çerdhja ofron një ambient të strukturuar, me orar të rregullt, aktivitete të planifikuara dhe edukator të trajnuar për zhvillimin e hershëm të fëmijëve. Fëmia mëson të socializohet, të ndajë, të presë radhën, të përballet me sfida dhe të ndërveprojë me bashkëmoshatarët. Kjo është një bazë shumë e mirë për pavarësinë dhe përgatitjen për kopshin apo shkollën. Nga ana tjetër, fëmijët në çerdhe janë më të ekspozuar ndaj infeksioneve dhe sëmundjeve, sidomos fitin e parë. Për disa, ndarja nga prindit në një ambient të panjohur mund të jetë stresuese. Po ashtu, çerdhet publike mund të jenë të mbingarkuara dhe jo gjithmonë ofrojnë një vëmendje individuale. 3. Cila zgjedhje është më e mirë? E vërteta është se nuk ka një përgjigje të vetme që vlen për të gjithë. Zgjedhja varet nga shumë faktorë. Karakteri i fëmijës, mundësitë e familjes, cilësia e çerdhes ose aftësitë e gjyshes, dhe sigurisht koha dhe angazhimi që kërkon secili opsion. Një kombinim i të dyjave, disa ditë me gjyshen dhe disa ditë në çerdhe, është një zgjedhje që disa prindër e preferojnë për të marrë të mirat nga të dy botët. Në fund të ditës, vendimi më i mirë është ai që përputhet me vlerat tuaja si prind, me nevojat e fëmijës dhe me rrethanat tuaja reale. Asgjë nuk është e përkryer, por me dashuri, kujdes dhe informim, çdo rrugë mund të bëhet e sigurt dhe e shëndetshme për fëmijën tuaj.